këto lloj sistemesh, pra, varet nga fuqia që ke ti. Sa më shumë para të kesh, aq më cilësor të vjen inxhinieri izraelit ta monton më tek dera shtëpisë, çka kërkon ti. Dhe fuqia që kanë sot grupet kriminale shqiptare, ato e kanë buxhetin më madh se Ministria e Brendshme. Kështu që nuk vuajnë për këto gjëra. Problemi tjetër është që kemi ne, është kamera në Tiranë, ti di që janë kamerat e bashkisë që do të instalojnë, është edhe ky diskutimi që du, përveç buxheti është shumë i lartë, 140 milion. Problemi është kush do t'i menaxhojë ato salla. Atëre, se këtë po shpjegoj. Në fakt, mos harrojmë, kemi një rast konkret, cilën ne diskutojmë dhe kemi diskutuar disa herë, që grupet kriminale arritën deri në atë pikë sa që ndaluan radarët. Pra, a do të ketë një mundësi që të garantohet kjo mos çaktivizimi këtyre kamerave, sepse ka raste kur kryen krime të rënda në zona të caktuara, ne jemi dëshmitar që edhe është ndalë gjithë rryma ose energjia elektrike në atë zonë që mos filmohet asgjë. Flamur, shiko, gjëja që po mundosha shpjegoj është kjo. Në Tiranë kemi disa sisteme kamerash. Pra, ka kamera që mbulojnë qytetin bashkia. I di që përdor policia bashkiake. Ka kamera që përdor policia shtetit. Është një operator tjetër që ka kamera edhe ai shërben agjensive, ai është privat, po ja u çon agjensive shtetërore. Tani ti do t'i mbivendosësh ti sistemi që kemi ne, një sistem të ri, me një kosto të tmerrsisht të madhe, dhe monitorimin atij sistemi dhe paratë atij sistemi nuk i marrin shqiptarët, do t'i marrin të vuajt. Pra, kompania vjen nga Emiratet e Bashkuara. Dhe pse vlen 140 milion euro, sepse kur është diskutuar për të parë në kuvend, ka bërë shumë përshtypje dhe ka kaluar në kohë urgjente. Ka folur vetëm deputeti që ishte atkoa Aslan Dogjani, askush tjetër. Se fillim projekti ka qenë për 60 milion. Po, fillimisht u dyfishua. Po, pastaj shkoi 120, I vetmi që ka folur është ai, nuk ka folur njëri tjetër. Dhe ky projekt ka plot probleme të tjera të përjimit të lirisë. Ne sot kemi një problematik të madhe në Shqipëri me patronazhistë, që din çdo gjë për shkak të i Albania se gjitha të gjë. Tani ne po u japim përveç të dhënave dokumentare, shkresore, do t'u japim dhe të dhënat në video. Pra, ngjarja në Rinas ishte filmuar nga të gjitha kamerat e mundshme. Edhe nga celularët e çdo njeriu që kalon atje. Pra, ajo nuk ka nevojë për sistemin e Smart City-t, sepse ai autori që bëri vrasjen shkeli edhe syrin atje. Çfarë na japim ai? Ti shohim a ka musteqe, apo i ka të verdhë, ka jeshile ose çfarë ngjyre ka syt.